Miq Prizmës, sot do kisha trajtuar me dëshirë, por e ndrova me një temë në cilën pjesa filozofike e një berishizmi të çuditshëm, një pjesë e militantizmit, përbën edhe atë të keqen e madhe pastaj të kthimit të një partie në një diçka ideologjike, morfologjikisht keq dhe sigurisht pastaj pas një lloj konkretizimi politik gjithmonë në mungesë edhe të demokracisë dhe të lirisë. Por do të bisedoj më tepër për ndrova mendje, do të bisedoj më tepër për individët të cilët sigurisht e shkatrojnë të njerëz që dikur kohët partisë i quhenin antar lëverdie. Bënin antarin e partisë sepse kishin lëverdi ose kishin ideale. Sot ata vetë demaskohen sepse sigurisht dalin flasin, thonë diçka. Edhe ja, dhe fjala një nga ato fantastikët është Gazmend Bardhi, i cili akuzonte drejt për drejti Sali Berishën, i cili vjedhte votat e partisë tij, udhëzonte votën, prishte demokracinë e brendshme. Bile ai thoshte që edhe voton vetë, numëron vetë, gjithaj bën vetë si Stalini. Po dëgjoni çfarë thotë. Sali Berisha vetë harton listat e antarëve, vetë verifikon antarët, vetë jep fletat e votimit, vetë i fut në kuti dhe vetë i numëron. Kur ky proces është deformuar në këtë formë në mes të Tiranës, imagjinoni çfarë ka ndodhur në çdo cep të territorit të Republikës së Shqipërisë. Pra këto thot Gazmend Bardhi. Tash unë e quaj këtë majmunizim, majmunat, por në fakt është berishizëm. Kështu në të vërtetë është Berisha vetë, nuk do t'ja di as për çfarë ka thënë dje, çfarë thot sot e çfarë do të thot nesër. Mungon në mënyrë të jashtëzakonshme morali, jo vetëm i narrativës, por morali në përgjithësi edhe morali njerëzor. Njerëz të tillë nuk kanë moral njerëzor, lëre i politik. Nuk kanë moral njerëzor. Doni qëndrestare në jashtëzakonshme? Ariana Kalan, ja ku ka votuar për 2013, ja çfarë thotë. Unë jam një votueset po Redindes në vitin 2000. Dhe sot arrin të thotë që Rama josh e thotë që thot një lloj të drejtë. Ai në këtë gjuhën, nuk të kërcënon, thjesht josh, blen. Dhe kjo e nxjerr veten qëndrestare të jashtëzakonshme sepse është joshur dhe i ka qëndruar, thot përmend edhe teatrin. Në të vërtetë, Ariana Kalaja jo vetëm që është votuese 2013, por është rilindese, është avokate. Dhe sigurisht të gjithë e dinë, dhe pastaj këta persona zemërohen për një arsye, për arsye tjetër, bëjnë avokatën e djallit, dhe sigurisht kthehen në mënyrë të tillë në njerëz që nuk është problemi se lvizin sa ndej këtej populli. Ato që thonë, që kanë thënë dje, me ato që thonë sot, me ato që thonë nesër nuk kanë një lidhje me njëra tjetrën. Janë krejtësisht të çlidhura me njëra tjetrën. Dhe kjo është e keqja më e madhe. Dhe prandaj them që është majmunat, është majmunizëm dhe majmunizim. Në fakt është berishizëm. Kështu dhe për në Berisha, ata i ngjajnë Berisha. Doni tjetër. Agron Gjekmark, akademiku, pedagogu i famshëm, cilët i quhen Taliban ata që sulmuan selin e Partisë Demokratike kur ky ishte me Lulzim Bashkë. Nuk do t'jem kur një deputeti Sali Berishës, sepse kam shumë të fresë në kujtesë ditën e 8 janarit, ku errën talibanët për ta marrë. Sali Berisha nuk ka arsye të jap asnjë dorëheqje për sa i përket kushteve në të cilat gjendet vendi, sepse ai u përball me një farsë, ai bëri maksimumin e tij, Partia Demokratike bëri gjithçka. Tani është rradha që edhe shoqëria të bëjë pjesën e vet. Vërtet si Taliban e sulmuan. Jo si Taliban, por e sulmuan si Berishian. Dhe Berishianët kalojnë një, megjithëse jetojnë në Evropë, kalojnë një shkallë më lartë dhe Talibanët. Dhe sot, s'ka pse t'japi dorëheqjen. Pra, s'ka pse t'japi dorëheqjen, sepse ishte fars, ishte vjedhje masive.
Individ të tillë sigurisht berishizohen. Filozofikisht këta janë njerëz të dobët, pa kolonë vertebrale, pa moral politik dhe tani nuk kanë as moral njerëzor. Janë njerëz që sigurisht berishizohen. Është një lloj ankthi dhe pastaj kthehet në smundje, një patologjizëm i çuditshëm që me sa duket nuk ka shërim. Dhe kjo është e çuditshme se nuk ka shërim as këta antarët e Leverdis, që thua që ka pastaj moral politik edhe ka, si të them tash, ideal. Vedi, Zoti Bardhi, ose zonja Kalaja, ose Zoti Gjek Marka, kam të vështirë ta besoj, sepse kanë me dhjetra intervista të folura të tyre, të prononcime të tyre, të cilat jo vetëm që i bëjnë pastaj, i shkatërrojnë për nga besueshmëria në sytë e publikut, por bëjnë diçka akoma më të rëndësishme. I evidentojnë si berishis, si njerëz që jo vetëm që s'kan ideale, por nuk kanë as parime. Dikush një mik i jemi thotë unë kam parime, dhe harron që parimit i kishte shumë të dyshueshme, sepse ndryshe flitet dje, ndryshe flet sot dhe ndryshe ka për të folur nesër, jam i sigurt, por merresh me parime, edhe për 20 euro. Duke pranuar, është duke vërtetuar që kishin bërë padrejtësi, që i kishin vendosur gjobë, po pa qenë Zoti që të vërtetonte realisht nëse ishte padrejtësi apo jo nuk ishte padrejtësi. Pra duhet ta kuptonim ne a priori që ai kishte drejt. Problemi qëndron te parimi, dhe parimet këta jo vetëm që i kanë shkelur me kam, por nuk i njohin. Dhe nuk kanë për t'i njohur kurrë, sepse njerëz i njohin parimet, ndryshimin e bëjnë sepse njerëzit janë bërë për të ndryshuar, por jo me kuptimin kaq shumë themelor, politik dhe të pamoralshëm. Nuk mund t'i thuash atij që i ke thënë dikur taleban edhe kriminal, s'do t'jem kurrë me partinë e tij, sepse kështu është taleban. Pastaj ta çoshin qiell si njeriu në përkor. As nuk mund t'i thuash që është hajn, është një hajdut, është një kriminal votash edhe pastaj ti jesh kryetari i grupit parlamentar. Dhe nuk mund të jesh avokate e rilindjes, nuk mund të jesh njëri i rilindjes, dhe pastaj sulmosh edhe ambasadën amerikane, ta pushtosh, si Ariana Kalaja, ose shpallash armik për vdekje Bashklojra, sigurisht Edi Ramën, për të bërë pastaj edhe atë politikë që sigurisht në filozofi unë e përmbledhi këto lloj karakteristikash, që nuk është se janë përjashtimet mëdha ke shoqëria shqiptare, ndodhin shpesh edhe berishizëm. Ky është tipik berishizëm. Këta janë të edukuarit e një partie të jashtëzakonshme që quhet Partia Demokratike, që në të vërtetë ka vdekur që kur ka hyrë Berisha brenda. Ajo nuk është Partia Demokratike, por është Partia Berishiste e Shqipërisë. Është parti pronë e tij, pa moral, pa parime, pa ideale, edhe kundra demokracisë. Dakord, miq?